Përshëndetje Luel, jam shumë i lumtur që sot po bisedoj me ty në këtë podcast që quhet Vibe of Tirana, do me thënë atmosfera e këtij qyteti që për mua është shumë i dashur. Dhe në këtë qytet që për mua është shumë i dashur, këto ditë ka ndodhur një nga eventet më të bukura të vitit për mendimin tim, që ishte Music Festival. Dhe më vjen shumë mirë që ne si agjenci ishim bashkëpunëtor të këtij eventi dhe më vjen shumë mirë që komuniteti artistëve, komuniteti ardashësve të Tiranës përjetuan për 3 ditë radhazi një mori aktivitetesh të vogla që lidheshin me muzikën dhe me artin. Kështu që si fillim do doja të dija si ishte dita jote sot mbas këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm dhe të lodhshëm? Është një event që ne kemi diku ka një vit që punojmë. Ka qenë një roller coaster of emotions, të them të vërtetën. Sidomos të 2 muajt e fundit kanë qenë shumë intens. Punojmë patjetër every single day, çdo ditë ton der ton. Edhe 2 javë të para eventit kanë qenë diku ke 5 orë gjumë, 6 orë gjumë ditë maksimum për të përballuar këtë fluks. Gjithsesi, pavarësisht se ka qenë një pjesë shumë e lodhshme të jetës time, ka qenë dhe shumë frutdhënëse. Kemi krijuar shumë lidhje të reja, kemi bërë shumë qef, kemi dëgjuar muzikë shumë të bukur, edhe feedbacku ka qenë shumë pozitiv, kështu që yes, e ka vlerë gjithë kjo lodhje. E besoj. Po si lindi ideja e këtij projekti? Para një vite e gjys isha në Londër, unë faktikisht kam 16 vite që jetoj në Londër. Edhe po diskutoj me ca shokë të mi që janë në industrinë e muzikës. Unë kam shumë shokë në industrinë e muzikës dhe të arteve në ande. Edhe po flisnin për Ballkanin, për industrinë e muzikës në Ballkan, se si jemi tregje ka të copëzuara, kaq të vogla, nuk bashkëpunojmë me njëri tjetrin, sidomos në industrinë e muzikës dhe kreative. Edhe ne, si Click Expo Group, faktikisht, familja ime ne organizojmë panajere që 94. Edhe Tirana International Fair, pikërisht këtë gjë kam munduar të bëj që atëherë, domethënë të krijojmë unitet, lidhje në industritë e tjera, jo të muzikës, por të tjera në Shqipëri dhe në Ballkan. Të bashkëpunojmë me shumë njëri tjetrin, të ndihmojmë kompanitë e huaja të futen tregun tonë. Edhe thjesht lidhe pikat, me pak fjalë, okay. Ka kërkesë për një event që krijon unitet në Ballkan. Njëkohësisht ne kemi një kompani ose ne kemi një strukturë që krijon këtë gjë. Edhe aty lindi si ide. Shumë bukur. Dua di edhe pse unë jam i sigurt se pse ka vlerë ky projekt. Dua di prej teje. Pse mendon se ka vlerë ky projekt për komunitetin e artistëve dhe për qytetin e Tiranës? E para punës i japim një hapësirë për të njohur, jo vetëm me publikun e gjerë, edhe të promovuar para njerëzve, por njëkohësisht edhe për të njohur me ekspertët e industrisë, jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, në Angli dhe në Evropë. Edhe besoj që këto lidhje që krijohen në evente të tilla vlejnë shumë më shumë sa që vlejnë vetëm këto 3 ditë, domethënë vlera e një eventi të tillë zgjat vite dhe vite më pas, sepse këto lidhje që krijohen janë lidhje që vërtet nuk kanë çmim. Edhe krijon oportunitete patjetër si për artistët, por edhe si për profesionistët në këtë industri, për të promovuar, për të zhvilluar, për të rritur edhe për të mësuar në fundit, se patjetër ne kishim shumë aktivistë pjesë vetë, që kishim shumë konferencë dhe panele, diskutime shumë interesante që në fundit ato gjëra që mëson aty nuk i mëson në shkollë. Se janë vërtet ide praktike, janë vërtet gjëra që kanë ndodhur me profesionistët e industrisë të muzikës ndërkombëtare. Përvel, ti duke qenë se ke jetuar jashtë, vazhdon ke lidhje të ngushta me Anglinë, po themi, ose pjesë tjera të Evropës. Çfarë shef ndryshim të madh ose të vogël të industrisë mes Shqipërisë dhe këtyre vendeve më të zhvilluara? Anglia specifikisht kjo është arsyeja që unë kam rëndësishmëri me Anglinë, të vërtetën, është diversiteti, ka shumë diversitet, ka dhe inclusion, kjo është më e rëndësishme. Domethënë që njerëzit janë shumë ndryshe, por prapë bashkëpunojnë njëri tjetrin dhe prapë shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, pavarësisht sepse janë kaq të ndryshëm. Patjetër për industrinë kreative kjo është shumë e mirë. Anglia, faktikisht specifikisht Anglia, GDP e Anglisë, industria kreative më duket është diku ka 200 e pak bilion,
Ndërsa në Evropë është diku ke Dhe 120. për kuriozitet, industritë kreative kanë lindur në Angli, Mbretërinë e Bashkuar. Po, është huge, është gigante në Angli industria kreative. Edhe patjetër pas edhe kjo është një arsye që unë jam influencuar shumë për dashurinë time në këtë industri. Edhe e shoh që atje pavarësisht është kaq e madhe, në fundit është ka rënë stalemate, domethënë ka ndaluar zhvillimi. Ndërsa çfarë më pëlqen më shumë për Shqipërinë, kjo është një arsye që unë u ktheva prapë në Shqipëri pas 16 vitesh në Angli, është që ka kaq shumë oportunitet për të zhvilluar në Shqipëri. Domethënë vërtet është një vend që nuk sa njerëz mund të thonë që jo, çdo Shqipëri nuk e mundësi, nuk e gjëra, nuk është një sistem i gabuar, por jo, është përkundrazi. Nuk ka vend që të jep më shumë oportunitete sa Shqipëria për momentin në Europë, mendimi. Shumë dakord. Mendon se kjo industri, sidomos e muzikës, të bën të pasur? Pse do të jesh i pasur? Domethënë, kënaqësia e vërtet nuk vjen nga materiali, vjen nga shpirti. Edhe po të bën e pasur faktikisht, sepse nëse ti vërtet do të jesh i lumtur, muzika dhe arti është ajo gjë që të bën të lumtur. Se ajo është diçka që është vërtet humane. Nëse një person do të bëhet i pasur nga ana monetare, nuk do të kur i lumtur. Po një i ri, akoma më thjesht, një i ri që merret me muzikë ose krijon muzikë, ose prodhon evente muzikore, arrin ta mbaj veten, familjen e tij me këto ekonomi që krijon, po flasim në Shqipëri në rastin konkret. Shif, industria e muzikës ka shumë konkurrencë. Ka shumë konkurrencë edhe një nga problemet më të mëdha për të arritur sukses të paktën si artist në Shqipëri është promovimi edhe të dalësh në vendet e duhura. Tani është si çdo punë mendoj, është një betejë, është e vështirë për të arritur sukses, sidomos në industri që ka kaq shumë konkurrencë. Mendoj që njerëzit kreativ duhet të mundohen të jenë të shkojnë sa më shumë hapësirë për të promovuar, për të luajtur, për të performuar. Edhe patjetër me kalimin e kohës edhe mundet të krijohet diçka që mund t'i thejë në lek familjes vet edhe vetes vet. Në fillim patjetër është e vështirë. Në fillim base duhet bësh 2 punë, për shembull, Bjellafi Xheriko, Petriti, që është shumë i arritur, unë mendoj në industri në rock edhe si artist, ai prapë është arkitekt. Domethënë, ai e bën një punë që ka një punë që është i sigurt, edhe prapë ka edhe muzikën që është një bonus, që është një gjë që i jep arritje personale dhe patjetër edhe një arritje monetare. Po mendoj që po është e vështirë, por mendoj që edhe ka oportunitete dhe mundësi. Jam shumë dakord me ty Luel, edhe pse të jemi sinqert, një realitet ka ndryshuar goxha. Para jo më shumë se shumë vite më parë, për një muzikant ose një artist ri që merresh me muzikë ishte goxha e vështirë të mbante veten e jo me familjen. Dhe eventet ose aktivitetet ishin shumë të kufizuar, nuk ishte mjaftueshëm. Edhe besoj edhe shitja e disqeve ose shitja e këngëve ishte po prapë më e vështirë për t'u bërë. Tani me atë që unë prek për ditë, me atë që kontaktet që kam me artistë dhe me njëkohësisht edhe me përfshirjen që kemi në projekte të ndryshme që lidhen edhe me muzikën, vazhdoj ta shoh të vështirë, por gjithsesi shoh shpresë dhe shoh një lëvizje pozitive në disa aspekte, sepse vetë numri i eventeve është rritur, vetë numri i projekteve që lidhen me muzikën është akoma më i madh. Kështu që edhe vetë tregu muzikor në një farë mënyrë edhe është hap jo vetëm brenda qytetit, edhe jashtë qytetit, që vjen rrjedhshëm nga turizmi, por për hir të vërtetës ka edhe shumë artistë mirë që performojnë edhe nëpër skena ndërkombëtare. Kështu që për këtë jam i lumtur dhe e shoh një lloj shpresë, po shpresë më të madhe e shoh nga kontributi ose nga puna që bëjnë disa profesionistë si puna juaj, të cilët sjellin projekte, po quaj,
të cilët ndikojnë, impaktojnë shumë direkt me industrinë. Sepse një ndër gjërat më të mira dhe më efikase që kishte dhe Music Festival ishte që i vuri në kontakt artistët shqiptar, i vuri në kontakt me profesionistë të industrisë nga bota. Dhe kjo është një kontribut shumë i madh, është një ajo që ne na ka munguar prej vitesh dhe e cila ka ndikuar dhe në gjithë industrinë ose në qartë më saktë në ekonominë e kësaj industrie. Kështu që ajo e bëri një punë vetën dhe shpresoj që dhe eventet të tilla të vazhdojnë edhe të bëhen më tepër, sepse sa më tepër të jenë kontakt artistët me njëri tjetrin, bashkëpunimet do jenë edhe më cilësore, edhe tregu do jetë gjithmonë më i madh. Tani për kuriozitetin tim, atë është një pyetje që unë e bëj gjithë ftuarve që kam në këtë podcast. Do doja të di si do ishte dita jote ideale në këtë qytet. E nesërme jote ideale në këtë qytet. Good question. Një ditë diverse. Një ditë që ka disa aktivitete ndryshme për të bërë. Patjetër. Është hëna pa diel një. Apo ashtu. Çfarë duash ti? Kush është dita e preferuar? Zgjidh ditën tënde të preferuar. Okej, zgjidh në premten. Patjetër, pjesën e parë ditës është pjesa e punës, right? 9 to 5, 9 deri 5 punon, i kryen ato gjërat. Pastaj mendoj që Tirana e ka faktikisht ato gjëra që ka një jetë natë shumë lively, shumë energjike. Kemi shumë vende të ndryshme për të shkuar me shumë lloj muzikash të ndryshme që do të shkosh faktikisht edhe këto të huajt. Në gjatë 2006 këtë më thoshte mua që si ka mundësi që jeta e natës në Shqipëri që janë kaq e mirë. Si ka mundësi që pas ka kaq lëvizje. Është e diel sot edhe ka trafik. Wow, më thoshin ato. Dje isha në takim me Kristini, që është një nga drejtoreshët e Womex Expo. Është një nga panajirët më të mëdha, është panajiri më i madh i muzikës në botë. Ka 120 shtete që marrin pjesë çdo vit. Edhe patjetër, siç të merr mendja, ajo nga s'ka shkuar, nga s'ka parë. Edhe e shef me këndvështrimin, perspektivën e një personi që në industrinë e muzikës, në industrinë e jetës natës, etj. Edhe më thoshte një gjë vërtet që më ka bërë shumë përshtypje për Shqipërinë, edhe për Tiranë. Është vërtet energjia e të rinjve dhe energjia e këtij qyteti që ka. Është e tmerrshme thoshte. Jo më kot ne kemi titulluar të podcast Vibe of Tirana. Yeah, it's incredible. Është vërtet incredible. Edhe e bukur është që kjo kishte ardhur për herë të fundit në Tiranë, kishte ardhur në vitin 1990. Nëse ishte më moderne, ka ndryshuar shumë Tirana. Çfarë? Edhe pikërisht kjo është, domethënë vërtet që ka vërtet shumë energji të mirë, ka shumë gjëra për të bërë gjatë fundjavës, le të themi. Diçka që mendoj që mund të ishte pak më mirë, mbase gjatë ditët e javë, është që të ketë pak më shumë diversitet në vende ose në aktivitete të ndryshme, për shembull mos të jetë vetëm lokale ose gjëra që janë për të nritur ose jetë natë, por të ketë mbase edhe 2-3 galeri interaktive ose immersive art exhibitions, domethënë edhe pak gjëra të tilla, patjetër që të ishte një shtesë shumë e mirë për Tiranën. Gjithsesi, duke parë se nga vim para 5 vitesh se ku jemi tani, mendoj që domethënë jam vetë si një person që kam qenë turist, mbase jam akoma deri diku turist në Tiranë. Ka zhvilluar të mirësisht shumë edhe jam i lumtur që kam ardhur nga Anglia prapë në Tiranë. Luel, falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti dhe turoj që projekti juaj të vazhdojë çdo vit të bëhet gjithmonë edhe më i madh, edhe më i rëndësishëm dhe jam i sigurt që do ndodhi.